në atë ambient aty, se kam punu jashtëzakonisht shumë gjatë. Po. Edhe kemi lënë një farformë dhe mund një grup lojtarëve relativisht mirë, mërëna për mërëna e ekipit. Vazhdimësia ka qenë shumë e mirë edhe me trajnerin Ismet, ku rezultatet flasin vetë. Pastaj edhe vazhdimësia dhe me thonë e trajnerit mrapa Ismet dhe me thonë ka shku shumë mirë edhe janë në vend shumë pozicionum tabil shumë mirë. Normalisht që edhe Dugaxhini besoj që ka nevojë për disa përforcime, mërëna grupi, sepse me përballu dhe me thonë pjesën e përme tabeles, pa diskutim që dënë lojtar kvalitativ, lojtar që në momentet caktuar të kampionatit apo në momentet caktuar të ndeshjes din me ti fitu ndeshjet apo me marrë maksimumin e pikëve. Po. Mirë po kjo metet me u pa deri në fund se çka mundën me arrit. Mirë po padyshim që është për çdo lavdë domon edhe puna e trajnerit Ismet edhe puna e organizimit klubit në krye me presidentin Fabian Veseli, se domon ai është promotori i gjithë futbollit, po themi kushtimisht të pjesës Dugaxhinit atje, sepse është i vetmi domon Dugaxhini që e prezanton në futbollin e rajonit Dugaxhinit.